Bugën cilën duhet djeg LDK-ja dhe prandaj ka mundur të vijë kryestia sepse ka menuar që është mënyra më demokratike më e. Siç unë trishtohem nga ata që kanë qenë të subordinuar ndaj zot Abdigjiku deri më tani dhe tani në këtë katrahunën elektorale që ne këtoj fillojnë edhe të qesin zona se janë për ose kundër dhe duhet të zaventojnë. Në do të thënë që ti ke qenë në lidershipin e tij dhe i ke shërbyer atij për 5 vjet, do të përdor gjumit që të kje konga të jo është e papaqshme, por e thash jemi vetëm për LDK, që duhet të ndojnë në gjithë ju. Nëse për te i emrave, unë besoj, që LDK-ja sot duhet të fokusojë në vizionin e saj dhe kautin e saj si parti opozitore për të arrit nesër një sukses elektoral. Një përveçëm, nuk ka me një këty LDK në kohën ku ajo pretendon shkret edhe në përkrajen popullore që nuk pretendon të ketë. Ka me këty vetëm vizioni, ka me këty vetëm një mendje e re politike që i shërben kohës së takme. Okej, se kemi temë LDK-n. Se kemi temë LDK-n. Okej, me çemor vetëm pak. Jo ka nevojë kryetar. Bislimi. Pas takimit sotëm, le LDK-n se do një ditë tjetër do të thrash për LDK-n. Se LDK-ja në pashmangshëm është pa u diskutuar. Thoda e bëri këtë si degazhman, kështu nga gjysma e fushës. Nga gjysma e fushës. Me takimin e sotëm me shtrëngimin e duarve Osmani Trump, a duhet ketë mandat dytë për Vjosa Osmanin sipas teje ose jo? Shkurt. Jo, nuk menoj që kjo është ndonjë indikator ose ndonjë garantie për mandatin e radhës së presidentit në fund këtij mandati. Unë vlerësoj që është karriera presidentit Osmani, unë vlerësoj që është puna që e ka bërë në 5 vitet e fundit si president e Republikës së Kosovës, që do të vlerësohet nga secili deputet i Republikës së Kosovës në ditën kur ajo pretendon të marrë mandatin e dytë. Fatmirësisht ose fatkeqësisht do të jenë dorën e atyre deputetëve që t'ia mundsojnë zonës Osmanit ta ketë mandatin e dytë ose jo. Okej. Të falenderoj shumë që ishe direkt me neve.